3 vatra zjarri aktive kanë vënë në alarm strukturat e mbrojtjes civile në Puk, ndërsa flakët vijojnë të përhapen në një terren të vështirë malor në Gojan të Madh, Gojan të Vogël dhe Gjegjan, përballë rrezikut të drejt për banesat dhe jetën e banorëve. Autoritetet kanë urdhëruar evakuimin e menjëhershëm të zonave të rrezikuara. Në terren po zhvillohet një operacion i gjerë me forca të përqendruara në pikat më problematike. 5 automjete zjarrfikëse dhe 19 efektiv të zjarrfikësve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit janë angazhuar në terren, së bashku me 10 punonjës të shërbimit pyjor, 40 punonjës bashkiak, 30 vullnetar dhe 40 efektiv të forcave të armatosura. Në ndihmë të operacionit kanë bërritur edhe mjetet dhe forca nga Shkodra, Kuksi, Kamza dhe Hasi. Betejë me flakët po zhvillohet edhe nga ajri. 3 helikopterë të forcave të armatosura janë përqendruar në vatrat më problematike, veçanërisht në zonat ku ndodhen banesa, për të frenuar avancimin e zjarrit. Paralelisht, ekipet në terren po punojnë për të frenuar depërtimin e zjarrit në masivin pyjor. Për shkak të situatës kritike, Bashkia Puk ka urdhëruar evakuimin e banorëve të Gojanit të Madh. Prioritet në largimin nga zonat e rrezikuara kanë fëmijët, të moshuarit, personat me sëmundje kronike, personat me aftësi të kufizuara dhe familjet që ndodhen pranë vatrave të zjarrit. Banorët e evakuuar do të sistemohen në konvitin Ali Bytyçi në Puk, ku janë marrë masa për strehim, ushqim dhe shërbim mjekësor. Transporti po sigurohet nga strukturat vendore, zjarrfikësit dhe policia e shtetit. Operacioni vijon pa ndërprerje, ndërsa prioritet mbetet izolimi i vatrave aktive, mbrojtja e banesave dhe shmangja e çdo rreziku për jetën e banorëve. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës deri në vënien nën kontroll të plotë të zjarreve.